1 shtatori, Inspektorati Qendror i Punës do të nisë inspektime plotësisht të digjitalizuara dhe për herë të parë do të përdor edhe dron për kontrollin e kantierëve dhe vendeve të punës me rrezik të shtuar. Sipas ministrit në detyrë për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare, Andin Hoti, këto masa synojnë të rrisin transparencën dhe efikasitetin e inspektimeve. Por pyetja është, a mjaftojnë dronet për të parandaluar vdekjet në vendin e punës? Kjo nuk është masa e parë. Në prill, pas disa rasteve fatale, u intensifikuan inspektimet, u premtuan kamera trupore, më shumë inspektor dhe koordinim më i madh ndërinstitucional. 10 kantiere u mbyllën për shkak të shkeljeve. Megjithatë, rastet me fatalitet vazhduan. Rasti i fundit tragjik në Prishtinë riktheu debatin për sigurinë në punë, por pyetjet kryesore mbeten ende pa përgjigje. A kishte punëtori kontratë punë? A ishte trajnuar? A i kishte pajisjet mbrojtëse? Dhe çfarë ndodh me familjen pas një aksidenti me fatalitet? Siç ka vlerësuar edhe juristja Brikena Berisha, problemi nuk përfundon me një gjop. Siguria në punë nuk matet vetëm me numrin e inspektimeve, por me funksionimin e të gjithë sistemit para dhe pas tragjedisë. Dronet dhe digitalizimi janë një hap pozitiv. Dronet mund të shohin nga lart, por mbetet për tu parë nëse sistemi do të arrijë të shpëtojë jetë.